Inertë dhe mbeturinat e tjera savi në shtohen në zonën tek varrezat e dëshmorëve pranë shtëpive rreth kodrave të bardhave. Siç e tregojnë qartë dhe pamjet filmike, sasia e shtuar e inerteve po bllokon dhe rrugën e brendshme të kësaj zone, ndërkohë që asnjë mas nuk është marrë nga strukturat e mbrojtjes mjedisore për të parandaluar këtë gjendje. Këto jo vetëm që shkaktojnë ndotje të rrezikshme për jetën e banorëve, por zënë dhe sipërfaqe të konsiderueshme toke të Brigjet të Kirit, të cilët mund të shfryzoheshin për krijimin e një zone të pyllëzuar me një sipërfaqe prej 20 hektar. Një masiv i tillë i gjelbër do ishte tepër i vlefshëm duke e kthyer në një mushkëri për të gjithë qytetin e Shkodrës. Faktikisht një projekt i tillë për këtë zonë është konceptuar nga pushteti vendor në vitin 2013, por që nga auditeve deri më sot ka mbetur në zyrtar. Ndërkohë stoqet me inerte dhe mbeturina kanë ardhur duke u shtuar për të mbërritur në ditën e sotme, kur gjithçka është pushtuar prej tyre në një sipërfaqe prej 10 hektarësh. Periferia e qytetit të Shkodrës nga të gjitha anët dominohet nga inerte dhe mbeturina, një problem mjaft shqetësues për të cilët nuk mjaftuan 3 dekada për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare. Fakti që dhe sot Shkodra nuk ka ende një landfill inertësh është një tregues domethënës për neglizhencën që është treguar mbrojtjes mjedisore.